Probleme me zemrën, ushqimet që duhet të hani çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Nëse keni një dietë të ekuilibruar, atëherë keni gjetur çelësin për një shëndet të mirë duke pasur dietën tuaj me perime, vajra natyral, drithëra mund të bëni ndryshime të shëndetshme, veçanërisht në aspektin e shëndetit të zemrës. Dietologja Sara Flower ka bërë renditjen e 10 ushqimeve që duhet t'i përfshini në dietën tuaj për të mbajtur një zemër sa më të shëndetshme dhe për të evituar gjithashtu para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe komplikacionet dhe sëmundjet që rëndojnë atë. Sipas dietologes, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë prezente të dietave tuaja. Avokado. Avokado përmban vitaminën B6 që ndihmon në rregullimin e hormoneve. Dhe gjysmë avokado çdo ditë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë yndyrnat e shëndetshme për të luajtur një faktor kontribues kryesor në shëndetin tuaj të zemrës. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe frutat e thata, si një element shumë i rëndësishëm ushqyes që mund të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Nëse merrni një sasi të caktuar të frutave të thata çdo ditë, atëherë do të keni efekte pozitive në mirëqenien e përgjithshme të trupit, kryesisht edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Frutat e thata të pakriposura mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese me efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular. Vetëm sigurohuni t'i përzgjedhni ato të duhurat edhe pa shtesa të ndryshme të kriprave ose ëmbëlsuesve të ndryshëm për të evituar gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj të zemrës. Gjithashtu në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe domatet natyrale. Ato janë të pasura me antioksidant që ndihmojnë në mënyrë aktive për të mbrojtur kundër presionit të lartë të gjakut dhe komplikacioneve të shëndetit të tyre. Ekspertët shtojnë gjithashtu se domatet natyrale janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Në dietën tuaj gjithashtu mund të ofroni çokolladat e zeza. Çokolladat e zeza janë një përzgjedhje shumë e mirë për të djegur yndyrnat dhe rregulluar metabolizmin. Çokolata e zezë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara. Portokalli i shartuar me sheg ose siç njihet ndryshe grapefruit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Përmban vitamina C dhe ndihmon për të balancuar presionin e lartë të gjakut dhe për të ulur gjithashtu ndikimet e kolesterolit në organizëm. Për sa kohë shtoni në dietën tuaj produktet e duhura ushqyese, do të keni më pak komplikacione që rëndojnë gjithashtu shëndetin tuaj kardiovaskular. Në dietën tuaj shtoni edhe hudhrat, si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese për shëndetin tuaj, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Hudhrat përmbajnë edhe një sër vetëdijsh të vitaminave dhe antioksidantëve që ndihmojnë në mënyrë të mirë edhe shëndetin e zemrës. Hudhra do të ulë gjithashtu nivelet e kolesterolit të keq dhe do të mbajë zemrën konstante dhe do të evitojë gjithashtu problemet e presionit të lartë të gjakut. Hudhra është një përzgjedhje fantastike në dobinë e shëndetit tuaj kardiovaskular dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në dietën tuaj mos nguroni që të shtoni edhe çajin jeshil. Çaji jeshil është i njohur për efektet e tij antioksiduese dhe kjo mund të ndihmojë djershëm në mbajtjen larg të problemeve të shëndetit të zemrës dhe jo vetëm. Vaji i peshkut gjithashtu është një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në situatën tuaj specifike. Vaji i peshkut mund të gjendet vaji i salmonit, sardele, të cilat janë të pasura me yndyrna omega 3. Të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj kardiovaskular dhe do të parandalojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen atij. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve për të evituar edhe komplikacionet. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe kanellën. Kanella do të ndihmojë për të balancuar sheqerin e lartë në gjak dhe për të ulur gjithashtu problemet e presionit të lartë të gjakut. Sigurohuni që t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese të tyre. Salmoni. Salmoni dhe peshqit e tjerë si sardelet janë në super hyjet e ushqimeve të shëndetshme
për zemrën tuaj. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të bollshme të acideve yndyrore omega-3, të cilat mund të luajnë një rol fantastik në menaxhimin e shëndetit tuaj kardiovaskular dhe parandalimin e komplikacioneve të shëndetit të saj. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk, mundësisht peshk të yndyrshëm, të paktën 2 herë çdo javë. Kështu përfitimet që do të merrni për shëndetin kardiovaskular do të jenë të menjëhershme dhe efektive në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit tuaj duke e kontrolluar atë në mënyrë më të mirë dhe më të lehtë. Bollguri është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të jetë pjesë prezente e dietave tuaja, duke ditur kështu një menaxhim më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar edhe komplikacionet e tij. Bollguri është i pasur me element të fibrave të tretshme të cilat do të ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ai do të veprojë gjithashtu edhe si një sfungjer në traktin tuaj tretës, duke thithur kolesterolin gjithashtu edhe duke lehtësuar problemet që shkakton shëndetin tuaj. Problemi i kolesterolit, citon Lauren Graf, dietologe. Është e rëndësishme që ju të konsumoni produktet e duhura ushqyese për të lehtësuar komplikacionet dhe për të fuqizuar më mirë shëndetin tuaj kardiovaskular. Manaferat gjithashtu janë në një përzgjedhje e duhur e shëndetit të zemrës. Jo vetëm boronicat, por luleshtrydhet dhe të gjitha llojet e frutave të pyllit siç janë edhe manaferat mund të ulin në riskun e sëmundjeve në zemër. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshave nga 25 në 42 vjeç, të cilët hanën gjithashtu më shumë se 3 racione me luleshtrydhe në javë, kishin një risk më të ulët prej 32% të sulmit në zemër krahasuar me ato persona që i konsumonin më pak. Autorët e studimit ja atribojnë përfitimeve komponentëve të njohur si antiocianin, flavonoide, që mund të ulin presionin e lartë të gjakut dhe të zgjerojnë gjithashtu edhe enët e gjakut. Çokolata e zezë është një përzgjedhje mirëushqyese në menaxhimin e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë përmban të paktën 60 deri në 70% kakao dhe është e dobishme për shëndetin e zemrës. Një përmbledhje botuar në vitin 2015 në revistën Vascular Pharmacology pranoi prova për disa mënyra se si çokolata e zezë mund të ndihmojë kundër sëmundjeve të zemrës dhe të parandalojë gjithashtu edhe problemet që i kanosen asaj. Një teori është se çokolata e zezë përmban flavonoide të quajtur polifenole, të cilët mund të ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin më të mirë të shëndetit kardiovaskular dhe shmangjen e komplikacioneve që i kanosen asaj. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe agrumet. Njerëzit që konsumojnë një sasi të lartë të flavonoideve që gjenden te agrumet kanë një risk më të ulët për të prekur gjithashtu nga sëmundjet kardiovaskulare. Sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në revistën ndërkombëtare të epidemiologjisë. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe patatet. Nëse ka një arsye për të shmangur patatet, sepse shpesh konsiderohen si një niseshte e keqe, por për sa kohë ato nuk janë të skuqura dhe janë të gatuara në avull, është mënyra më e mirë për të marrë përfitimet e duhura në shëndetin e zemrës, të cilët do të ulin gjithashtu edhe riskut e sëmundjeve kardiovaskulare dhe do të parandalojnë edhe komplikacionet e tij. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe domatet. Ashtu si patatet, edhe domatet janë të pasura me nivele të kaliumit të shëndetshëm për zemrën, plus janë burime të mira të likopenit, antioksidant të lidhur me incidencën më të ulët të goditjeve në zemër, sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni gjithashtu është një tjetër karotenoid që mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq LDL dhe të mbajë gjithashtu enët tuaja të gjakut më të mbrojtura dhe më pak të riskuara nga këto komplikacione. Shtoni edhe arrat, vajin e ullirit në dietën tuaj, si një ndihmë mjaft e mirëushqyese për shëndetin tuaj të zemrës dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.